Atëherë, aktgjykimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese saj përket zgjedhjes së nënkryetarit të kuvendit nga radhët e komunitetit serb, as nuk solli risi, as nuk ishte vendimi papritur, meqense se ai vetëm e thelloi edhe më tutje dhe konfirmoi logjikën e vendimit paraprak, sipas së cilit ishte përcaktuar qarta zgjedhë atëherë që çështja e zgjedhjes së nënkryetarëve nga radhët e komuniteteve për shkak të garancive kushtetuese në raport me përfaqësimin e tyre, duhet të bëhet në atë mënyrë që e merr parasysh legitimitetin qytetar. Dhe nëse do t'i njihej e drejta shumicës për të refuzuar kandidat të caktuar, kjo do të mund ta cënonte pastaj vetë idenë e përfaqësimit. Aktgjykimi, unë besoj që ka rikonfirmuar edhe një herë çështjen e propozuesit të nënkryetarit të kuvendit nga radhët e komunitetit serb, por pa shfuqizuar mekanizmat e deblokimit që ishin përcaktuar paraprakisht. Andaj, unë konsideroj që ky vendim është hapi i fundit drejt qartësimit të plotë të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me konstituimin e kuvendit, duke hequr vlerësoj çdo dilemë sa i përket rrugës që duhet ndjekur për funksionalizimin e institucioneve që përgjatë këtij viti është e qartë që ka degraduar në pikën ku secila mbase pikë kushtetuese që ndërlidhet me konstituimin e kuvendit është problematizuar si e tillë. Në anën tjetër, sa i përket reagimit të kryetarit të legjislaturës paraprake, besoj që ai reagim, sidomos në aspektin ligjor, është tetë problematik përtej diskursit dhe narracionit politik që ai tenton të përçojë, për shkak se në radhë të parë tentohet që të bëhet një barazim në mes të mos propozimit dhe mos zgjedhjes së kandidatëve të propozuar nga dikush, dhe së dyti përpjekja për ta paraqitur veten si interpretues i fundit dhe përfundimtari rregullores, një përgjegjësi e cila në fakt sa i përket kryetarit të kuvendit vlen vetëm për menaxhimin e seancës, por kjo nuk nënkupton që ka imunitet nga kontrolli kushtetues i tillë. Sa i përket çështjes së zgjedhjes përkatësisht kandidimit të individëve nga radhët e partisë që ka shumicën e votave në mesin e komunitetit serb, gjykata kushtetuese e ka përcaktuar qartazi që nuk ka pasur refuzim, meqense ata kanë dashur që ta ushtrojnë të drejtën e tyre, dhe në fakt ka qenë një pikë në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit të kaluar, ku është përcaktuar që mekanizmi i 3 kandidaturave maksimale për një individ nuk mund të jetë bazë për bllokimin e procesit, dhe normalisht do duhet që të kishte një dakordim më gjerë për ta kaluar këtë pikë. Sa i përket menaxhimit të seancës dhe rolit të kryetarit në interpretimin e kushtetutës, unë besoj që kjo çështje shkon përtej interpretimit të një apo dy neneve përkatëse. Unë besoj që problemi kryesor është nëse funksionarët publik dhe bartësit e pozitave më të larta institucionale do të fillojnë që të paraqiten se interpretuesit e vetëm të kushtetutës dhe madje edhe ata që tregojnë se kur gjykata kushtetuese ka shkelur kushtetutën apo jo, që normalisht do të kishim si rezultat, mbase në skenarin më të keq, një zëvendësim të rendit kushtetues me interesa momentale të njerëz apo palës tjetër, që është absolutisht një zhvillim të jetë negativ, për shkak se Kosova tash e sa vite ka etabluar një praktik dhe një diskurs ku aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, pavarësisht se mund mos u konvenojnë palëve, dhe këtu përfshim rrëzimin e kryeministrave e presidentëve, janë respektuar si të tilla, dhe unë besoj që kjo është hera e parë që një bartës i institucionit publikisht del dhe thotë që ky aktgjykim jo vetëm që është i gabuar, por ajo çfarë kemi bërë është në përputhje me kushtetutën, që është formë direkte e kontestimit të autoritetit të gjykatës në raport me kontrollin kushtetues. Tashmë me aktgjykimin e djeshëm është e qartë që në procedurën e konstituimit të kuvendit, në rast se lista serbe do të propozojë kandidat, atëherë është pothuajse e pashmangshme që një prej kandidatëve të propozuar nga kjo forcë politike të siguroj votat e nevojshme për të zgjedhur nënkryetari i kuvendit në mënyrë që të përmbyllet procesi i konstituimit të kuvendit. Çfarë do përpjekje për t'i ikur këtij obligimi, qoftë përmes lënies vakante të pozitës në fjalë që është përmendur dje nga
eksponent të caktuar, apo përpjekja për ta përsëritur të njëjtën standard në rast se lista serbe nuk do të nominoj kandidatin Nenad Drashić, atëherë unë besoj që do të shkonim drejt një shkelje tjetër kushtetuese, e që për më keq në rastin e tanishëm do të kishte pasoja edhe më të rënda, duke ditur që nëse deri më 5 mars nuk zgjidhet presidenti i ri i vendit, atëherë ne hyjmë në një shkelje kushtetuese që do të na çojë drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe që si të tilla i bie që në fakt nëse rezultatet do të certifikohen nga mesi i këtij muajit, kuvendi do të ketë maksimalisht 3 javë ditë kohë për ta zgjedhur kryetarin, nënkryetarët, kryeministrin dhe presidentin e vendit. Andaj çfarë do vënë nesër në këtë drejtim, me aq më pak shkelje kushtetuese, rrezikon ta cënoj funksionimin e rregull dhe kushtetues të institucioneve tjera, përkatësisht edhe mbase ta fus Kosovën në një krizë edhe financiare për shkak të pamundësisë së votimit të buxhetit, që nëse nuk ndodh më së largu deri më 28 shkurt, nga një marrësie tutje nuk mund të ketë asnjë pagesë nga thesari i shtetit, përfshir pagat, shtesat, pensionet apo cilën do pagesë tjetër.